10 nxënës të shkollave të Tiranës zhvilluan një ekskursion mësimor në parkun kombëtar Divjak Karavasta, duke mësuar jashtë mureve të klasës. Parku ofroi mundësinë të njihen nga afër me florën dhe faunën e egër, ku nxënësit pan pelikanin kaçurel, simbolin e zonës, dhe u mahnitën nga hapësirat e gjelbra dhe pyethin me pisha. Sot kemi ardhur në Divjak dhe po kënaqemi shumë, kemi parë shumë kafshë të ndryshme dhe ne po luajmë këtu. Ne jemi në Divjak këtu dhe këtu ka shumë gjelbërim dhe shumë ajër të pastër. Ka dhe shumë shpend të ndryshme. Kemi parë pelikanin edhe ka shumë gjelbërim. Po kënaqeni? Po shumë. Mësuesit e vlerësojnë parkun si një hapësirë ideale për shkëputjen nga ekranet, frymëmarrja e ajrit të pastër dhe të mësuar përmes përvojës direkte. Është gjë shumë e mirë sepse fëmijët kanë nevojë her mas here që të ikin nga ajo rutina e ditës gjatë gjithë kohës në shkollë dhe në kurse, dhe natyra krijon qetësi shpirtërore dhe emocionale tek fëmijët, edhe është gjë e re sepse shikojnë dhe pelikanin, duke qenë se në Tiranë ne vim nga Tirana, nuk është se ka pelikanë e kështu, dhe është gjë shumë e mirë për fëmijët. Kemi organizuar këtë ekskursion në natyrë me nxënësit e shkollës tonë. Janë fëmijë të klasës së 2 deri në klasën e 4. Qëllimi i këtij ekskursioni ishte jo vetëm që të argëtonim fëmijët me natyrën e bukur shqiptare që Zoti na ka falë, por edhe për të parë një specie që është në zhdukje pelikanin kaçurel. Vizitat në parkun kombëtar Divjak Karavasta vijojnë me shëtitje në rrugicat e gjelbruara, ku fëmijët njihen me pishën e egër dhe rëndësinë e ruajtjes së këtij ekosistemi të rëndësishëm.